Ju përshëndes shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës. Jemi në emisionin Malësi e Madhe për llëmbët e Sar. Në këtë emision kemi sjell emisione të gëzueshme, por edhe ndonjëherë të trishtueshme siç është ky sotmi. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një kontribut të shkëlqyer për çështjen mbar kombëtare shqiptare. Diaspora që vjen nga Malësia me trevat që janë në Malnezi, vazhdimisht kanë dhënë një kontribut veçantë. Ata janë bashkuar diasporës vjetër këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konkretisht Michigan dhe New York, ku ka qenë dhe qendra e aktiviteteve të tyre. Çdo një vit, shoqat, organizat kanë dhënë kontributet. Sot do të flasim për një individ i cili është shuar për kontributet e tij adhetare kombëtare shqiptare. Ka dhe gjëra cilësore të cilat ne do t'i bisedojmë me të ftuarin që kam sot, dhe mendoj se është mirë që për personat të cilët kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribute, neve jo t'i kujtojmë kur ata largohen nga kjo jetë, por të flasim vazhdimisht, sepse duke qenë gjallë ata, neve japim motivim dhe ata kanë edhe japin sjellin aktivitete dhe ide të ndryshme. Sot, fatkeqësisht, ju jap lajmin se para disa ditësh është ndarë nga kjo jetë Kol Goçaj, i cili është nga fshati Helmës i Hotit të Malësisë së Madhe, një aktivist i shuar. Unë kam pasur fatin ta njoh dhe aktivitetet e tij t'i shikoj vetë, por për të folur për rrejnë të familjes tij, për të folur me intimitet dhe për të folur me përgjegjësi historike, unë kam ftuar gazetarin e minjor të Zërit të Amerikës, Djeg Gjon Lekaj, tashmë njihet një patriot, aktivist i shuar. Në këndvështrimin tim është një nga shqiptarët më aktiv që ka qenë dhe vazhdon të jetë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më njohës i mirë i botës shqiptare. Zoti Gjon Lekaj, të përshëndes, mbet qefi që rishikojmë përsëri së bashku, edhe pse për një eveniment që është i trishtuar, po ndonjëherë këto trishtimet marrin dhe atë kaun e tyre pozitive. Faleminderit për mundësinë që po më jepni për të thënë dy fjalë për të njerin Kol Goçaj, dhe ashtu si që thatë edhe ju, Ismail Kadare ka thënë, bile ka shkruar një libër shumë të famshëm, Ra ky morte u pam. Edhe na shqiptarët shihem ma shumë në morte se pothuajse në gjitha ngjarjet tjera, është natyra e dhembjes, e humbjes, e dëshpërimit dhe të shumë vështirësive tjera që sillin vdekjen. Dhe kjo vdekje, jo për moshën, sepse ishte i shtyrë në moshë Kola, por për aktivitetet e tij, për atë dashurinë e tij, për sjelljet e mira shoqërore kombëtare, ai u përmend këto ditë pothuajse në nivelet më të respektueshme të një malësori që mund të ketë dekur këtu në Shtetet e Bashkuara. Zoti Gjon Lekaj, juve jeni i hershëm këtu dhe aq më tepër që jeni një aktivist i shuar në komunitet. Diaspora shqiptare këtu ka qenë e hershme. Fati e solli që malësorët të vinë mbas viteve 1960 dhe kryesisht në Detroit. Si u lidhen malësorët me aktivitetet kombëtare, adhetare shqiptare, pasi vinin në Jugosllavi dhe një pjesë mendonin ndryshe për Shqipërinë komuniste, një pjesë mendonin me mentalitetet tjera. Malësorët u angazhuan dhe filluan bashkëpunimin, po jo të gjithë. Disa malësorë me ndjenja të forta adhetare kombëtare shqiptare, po sa u vendosën këtu në Shtetet e Bashkuara, filluan bashkëpunimin me diasporën e vjetër shqiptare që ishte këtu shumë dekada përpara, dhe prej tyre ata mësuan shumë për adheun, për Shqipërinë, për historinë, për të kaluarën, për demet që janë bërë gjatë politikave të ndryshme popullit shqiptar, ndarjet e tjera dhe Kola u bashkua menjëherë me këta patriot shqiptar të pas luftës dytë botërore dhe veproi me ta për një kohë të gjatë dhe ishte shumë aktiv në festimet e flamurit, ma vonë në themelimin e organizimit të ngritjes së Malësisë dhe festimeve tjera, po ishte diçka i veçantë. Zoti Gjon Lekaj, mund ta flasësh pak për rrënjët e familjes të Kol Goçajit?
Po, këta janë të njohur në Malsi dhe në pjesë të madhe të Shqipërisë Veriore si familje patriotike. Bile, një prej tyre ka qenë luftar i dalluar në kryenvitin e Malsisë, Kolmar Ashbata, i familjes së tij, i cili ia vra me 1911 në qepur të Hotit, dhe emri i tij sot është i shkruar me herojt më të përmendur të Malsisë Madhe. Bile Algjerç Fishta e përmend menjëherë në këngën Dexho Luli, personazhi numër 2 pas Dexho Lulit është Kolmar Ashbata, që është i familjes tyre, dhe këta janë dalluar gjithmonë për çështje kombëtare edhe kanë pësuar shumë, domethënë janë vrarë lufta me turkun, janë përsekutuar, dënuar nga slavët, domethënë nga Jugoslavitë e përparshme, dhe sidomos në vitin 81 kanë pësuar rend, për arsye se këta ishin aktiv në lëvizjen e Kosovës për pavarësi, për liri e demokraci, kështu që edhe u dënuan. Bile babë e djalë janë dënuar atje. Baba i Kolës, Prek Gjoni, dhe vllau i tij Doli janë dënuar me vite burg në vitet 81, se gjoja u kanë pas gjetë në shtëpi libra të botuar në Shqipëri dhe për aktivitetet e Kolës këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe Kola dënuar disa herë me burgime, me vështirësina, dhe kanë kaluar ditë të vështira këta në kohën e Jugosllavisë, dhe mund të themi që ka qenë familja më aktive në çështjen kombëtare shqiptare, sidomos për lirinë e Kosovës. Këta kanë dhënë shumë, kanë kontribuar shumë, kanë folë shumë dhe nuk janë trembur. Bile një bashkëpunëtar këtë ditë më tha që atë ditë që ia vorrua baba i tij, Prek Gjoni, i ambulua arkivoli i tij me flamur shqiptar. Flasën për vitet e hershme të diktaturës jugosllave, por ata ma bona të janë dënuar në mënyra të ndryshme, janë thirrë në sigurimin jugoslave në shtet, për arsye se këta kanë qenë natyrshëm kombëtar, organik. Domethënë kanë qenë natyrshëm, kanë pas çështje shqiptare të natyrshme dhe s'ka pas kur gjë artificiale në veprimtaritë e tyre, vetëm kombëtare shqiptare sipas traditës dhe vendit, dhe kanë qenë bamirës. Për shembull, më ka thënë një bashkëpunëtar i familjes Markmirit dhe Kolmirit që gjatë fundit të luftës së dytë botërore familja pësuan rend sepse i kishin futur në burg Kolmirin edhe Markmirin, dhe nuk dihej se kur kanë dalë, dhe kishin mbetur toka djerr, tokat e familjes tyre, se s'kishte kush me i punua. Mirë po Prek Gjoni, baba i Kolës, kishte organizuar disa bashkëvenda tij dhe dolën në fshatin e tyre në bardha i Hotit dhe punuan tokën, e mbjedhen të gjitha të mbjedha dhe e punuan si me qenë toka atyre. Pa bile thonë që edhe nuk ndaleshin për dreka, për darka, që u vinte keq për familjen e Markmirit dhe të Kolmirit, sepse ka pësuar shumë rend nga diktaturat e kohës komuniste. Pra domethënë ka qenë aktiv. Bile në shenjë respekti, baba i Kolës kishte zakumar Kolmirin në vitin 81. Edhe duhej të dilte për pak gzim të fëmijët atje, mirë po i thanë mos shko, se ke rreziqe se Prek Gjoni është në burg dhe djali i tij është në burg dhe mund të burgosin edhe ty. Ai tha, jam nis tash, s'kthehet, bëhet çka të bëhet. Domethënë kishin këta lidhje të forta edhe familjare, po dhe afër kufirit aty kishin lidhje dhe me njerëzit e Shqipërisë, kanë pas lidhje të mëdha familjare me Shqipërinë, sidomos me Kastratin, me Kelmenin e këto vise tjera, dhe janë absolutisht familje shumë nderuar në aspektin kombëtar, shoqëror, dhe kur nuk i kanë sjellë kujt ndonjë të keqe, ndonjë kokësharje, ndonjë problem, por vetëm gjithmonë mirë kanë qenë ati.